Pas një mbrojtjeje maraton që zgjati pothuajse 11 orë, 3 të pandeurit e akuzuar për vrasjen e 41 vjeçarit Altin Arapaj në Rafinat e Njëjtën e kaluar u la në paraburgim. 46 vjeçari Mikel Selimaj përballet me akuzën e vrasjes me dashje, ndërsa 2 të tjerët me akuzën e bashkëpunim në vrasje. Rasti u kthye në thriller pasi viktima, pasi u qellua në faqe nga 46 vjeçari Mikel Selimaj, telefonoi partneren e tij duke ju lutur për ndihmë. 46 vjeçari, emri i të cilit u bë i ditur nga viktima, tani pohon se nuk e di nëse 41 vjeçari Altin Arapaj humbi jetën përfundimisht nga plumbi që mori, pasi, siç tha ai, u gjet 130 metra larg vendit të ngjarjes. Në kërkim faljen e tij të bërë publike nga Zungla, ai deklaroi: "Unë nuk i kam kryer veprimet për cilat akuzohem. Në fakt, unë jam i varur nga droga dhe kur ndodhi incidenti, si unë ashtu edhe i ndjeri ishim në ndikimin e drogës. Në fakt, 2 ditë më parë ne përdornim kokainë së bashku, ndërsa viktima këmbgulte të mos kthej në shtëpinë e tij. Unë nxita të kthej tek partnerja dhe fëmijët. Rasti nuk ka të bëjë fare me larje sapesh apo trafik droge, të cilat mund të çojnë në një akt të tillë. Për më tepër, arma e krimit nuk ishte e imja, por e viktimës, e cila për ndonjë arsye të pashpjegueshme bëri një lëvizje për ta përdorur dhe, ndërsa unë po përpiqesha të mbrohesha dhe ta çarmatosja, ajo shkrepi dhe plumbi e goditi në faqe. Pas të shtënave, viktima foli me gruan e tij. Ne kemi qenë miq me viktimën për 20 vjet, kemi përdorur kokainë së bashku. Unë e kam ndihmuar edhe me punët e tij personale, konkretisht me problemet që i kishin krijuar dyshitës makinash, të cilat nuk po ja jepnin makinat, dhe unë ndërhyra që të mos i zhvatnin parat, tha ai. I pandeuri këmbgul se viktima eci edhe 130 metra nga vendi i ngjarjes dhe tani po kërkon raportin mjekoligjor për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes.